Një investigim i medias britanike Daily Mail hedh dritë mbi një skem të dyshuar korrupsioni që lidhet me aplikimet për azil të shtetasve shqiptar në Mbretëria e Bashkuar. Sipas raportimit, disa azil kërkues shqiptar po paguajnë mijëra euro për të siguruar dokumente të falsifikuara, të cilat pretendohet se loshohen nga zyrtar të korruptuar në Shqipëri. Gazeta britanike shkruan se emigrantët shpesh deklarojnë se janë kërcënuar nga element kriminal në vendin e tyre, në përpjekje për të përfituar azil. Por për shkak të mungesës së provave, grupe të organizuara kriminale kanë hyrë në lojë duke ofruar dokumente zyrtare kundrejt pagesës. Një nga këto grupe operon përmes një llogarie në TikTok me emrin Punë të ndryshme në Europë, ku reklamohen hapur shërbime për sigurimin e vërtetimeve. Në postime, ofrohen deklarata të supozuara nga policia apo institucionet shëndetësore që pretendojnë se aplikantët janë të kërcënuar në Shqipëri. Një gazetar i infiltruar i Daily Mail arriti të kontaktoj me këtë rrjet duke u shtirë si afërm një personi në paraburgim në Londër. Brenda pak minutash, ai mori ofertë për një dokument kundrejt 3.000 eurove, i cili do të përmbante vull, nënshkrim dhe emrin e një shefi policie. Madje, si provë, grupi i dërgoi gazetarit një dokument të mëparshëm që mbante emrin e një drejtuesi policie në Korçë. Sipas statistikave, mbi 17.000 shqiptar kërkuan azil në Mbretëria e Bashkuar gjatë vitit 2022. Pas marrëveshjeve për kthimin e përshpejtuar, kjo shifër ka rënë ndjeshëm në 2.648 deri në vitin 2024. Autoritetet britanike e konsiderojnë Shqipërinë një vend të sigurt dhe kanë refuzuar rreth 97% të kërkesave për azil gjatë vitit të fundit. Çështja ngri shqetësime serioze mbi korrupsionin dhe manipulimin e sistemit të azilit, ndërsa mbetet për të parë nëse autoritetet do të nisin hetime konkrete mbi këtë fenomen.